Emisioni me zemër të hapur në News 24 paraqiti dëshmi tronditëse për vetvrasjen e 15-vjeçarit Vei Peçi. Ngjarja e ndodhur 6 ditë më parë në fshatin Valaret të Gjirokastrës. Adoleshentin nxënës në gjimnazin Siri Shapllë në Gjirokastër kishte paralajmëruar aktin e vetflijimit tek shokët e tij, madje edhe tek e ëma, por askush nuk e mori seriozisht pasi nuk ishte shfaqur luhatje emocionale dhe psikologjike. Nëna madje kishte shprehur se këtë e thoshte për të tërhequr vëmendjen. Një ditë para tragjedisë, nëna e kishte denoncuar të birin dhe shoqëruar në polici, pasi në rrjetet sociale kishte publikuar një video ku ai shfaqej duke dhunuar një fëmijë të vogël 12 vjeç, që tenton ta mbys, pasi ishte zënë me të motrën e adoleshentit. E dashur e djalit në rrëfimin e saj për News 24 thotë se kanë qenë bashkë për një kohë të gjatë dhe se ka komunikuar me 15-vjeçarin edhe ditën e vetvrasjes, ku ai kishte thënë se ishte i lumtur për jetën e tij. Ajo thotë se Veipi kishte pohuar që do vetvritej që në 1 prill, ndërsa ishte përpjekur të vinte në dieni për këtë fakt ndonjë prej familjarëve. Ndonjëherë nuk më thoshte të gjitha problemet, sepse nuk donte që të mërzitesha ose të shqetësohesha për të. Por gjithmonë e bënte të qartë që kishte probleme me mamin ose babin. Ai kishte kontaktuar edhe me shoqërinë e tij që do e bënte këtë. Ai thjesht ma tha konkretisht që më datë 20 do bënte vetvrasje. Kemi shoqëri të përbashkët dhe duke folur me ta e mësova. Të gjithë e morën si shaka, por unë u mundova të kontaktoja ndonjë familjar. Shoku i ngushtë i 15-vjeçarit të vetvrar ka pohuar se nuk kishte shfaqur asnjëherë shqetësime as në shkollë dhe as jashtë saj, dhe se askush nuk e bullizonte. Ai thotë se edhe videoja ku Veipi shfaqej duke u zënë me një 12-vjeçar ishte bërë për shaka dhe nuk ishte duke e mbytur vërtet fëmijën. Shoku i Veipit thotë se nëna e tij nuk i kushtonte shumë vëmendje djalit. Po, ishte shumë social. Jo, nuk më ka shprehur asnjë shqetësim. Prandaj asnjë nga ne nuk e prisa të ndodhi kjo gjë. Jo, nuk kishte asnjë problem ekonomik. Ishte një familje shumë e rregullt dhe në gjendje shumë të mirë ekonomike. Jo, Veipi nuk bullizoi asnjëherë. Personalisht akoma nuk arrit ta kuptoj pse e bëri, por me sa kam parë dhe dëgjuar thonë që ka patur probleme familjare. Të premte mbasi mbarua mësimin, me shoqëroi deri në shtëpi. Me sa kam dëgjuar, mamaja nuk i kushtonte shumë vëmendje. Nuk donte t'ia dinte shumë, sepse kishte dalë me shokët në fshat. Ku dhe u kishte përmendur një letër, që në rast se do vdiste do shkruante një letër për të shpjeguar çdo gjë. Nuk jam në dieni. 15-vjeçari Vei Peçi u gjeti vetvarur në terrasën e shtëpisë së tij në fshatin Valaret të Gjirokastrës mes ditën e së shtunës së 19 prillit.